Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jozi është hero, shuplaka e tij kishte art, gazetarja e njohur habit me deklaratën, e ftuar së fundmi në një emision me Ronaldo Sharkën ka qenë gazetarja Kotilda Harka. Ajo ka komentuar më shumë banorët e Bigut dhe dinamikat e ndodhura së fundmi në shtëpi. Si e ka parë ajo shuplakën e Jozit ndaj Gjestit? Në fund të fundit, ajo është një shpull, u shpreh gazetarja, nuk ishte një grusht. Ne si shqiptar kemi parë shumë shpulla në filmat artistik shqiptar të kohës së komunizmit. Në parlament po, ka dhe shpartallime më të fuqishme, ajo s'ishte kur gjë. Në këtë aspekt, duke u bërë me kast, mënyra se si ai e bëri kishte një lloj arti brenda asaj shpullës që ai bëri. Dhe ndoshta u duk si hero. Pati njerëz që e kanë mbështetur si puna ime. U shpreh ajo.